Të gjitha falenderimet dhe tër lavdit i takojnë vetëm Allahut të gjithësisë. Krijuesi ynë, furnizuesi ynë, garantuesi ynë, Allahu ati kuf shumë falë, i cili ka vendosur një rregull në këtë kosmos, dhe ky rregull vlen sa për insan as vlen edhe për hayvan, se nuk ja jep shpirtin ilumi Allah kërkujt pa ja caktuar rizkun, edhe nuk ja merr Allahu dhul xhelal shpirtin pa ju harxhuar rizku. E vaj halli për ata njerëz të cilët ja lejojnë vetit me i shpall luft Allahut, ati i kof shumë fal, e me ja umor njerëzve shpirtin dhe mi privu njerëzit nga e drejta e tyne për me jetu pa e harxhu ata riskun e vet. Ky është mëkati i cili radhitet me nirani pas shirkut në Allahun dhul xhelal. Kështu që vllazën të dashur, Allahu dhul xhelal ja u ka pasbo me dije arabëve para se me ardh islamit të ta, para se me zbrit Kur'anit të ta, para se mu dërgu Muhammedi alayhi salatu wassalam të ta. Dy ajete. Një ajet është në surën El-An'am, edhe një ajet tjetër është në surën El-Isra. Ama është interesant qysh ka thonë Allahu. Ka thonë la taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Në gjuhën shqipe do të thonë mos i mytni fëmijët e juaj nga frika se s'keni me çka me ju ushqy, na i furnizojna edhe juve, po edhe ata. Në këtu i ka thonë përparësi Allahu, ka thonë juve edhe ata, fjala është për fëmijë. Në ajetin surën Isra ka thonë wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum. Që do me thonë, mos i mytni fëmijët e juaj nga frika se s'keni me çka mi ushqy, nga frika se s'keni me çka mi majt, sepse na i furnizojmë ata qysh ju kemi furnizuar edhe juve. Sikur ka dashur Allahu me thonë, nëse ju ka e keni ju të garantu me riskun e juaj, po ai Allah i cili juve ju ka garantu riskun, po ai Allah është i cili ju garanton riskun edhe të ardhmës dhe fëmijëve të ardhshëm. Prandaj vllazën të dashur, një dietar tha gjithmonë tha një moc ta mreke para derës shtëpisë. Edhe tha jep shumë buk, e tu bëj ke bukën si më kon insan. Një ditë tha me talebe, ai dietari tha dojna me dal me përcjell, çka po ban tha kjo moc. Dalin masoj, shkojnë ngritën hop, ne për kulma tha një vend tha, i shkon tha një moc pa dy sy qurre e verber. Tha e merke tha bukën moca, e tu bëjke në përkojshit e këti djetarit, tha e aqejke tha bukën mocës e cila ishte pa dy sy. Pejslarti tha huxha, djetari tha me nxoncat vet, me talebet vet, pe shikon, edhe pe ju thot tha, a pe sheni Allahu dhul xhelal e ka inspiru këtë moc me mojt mocën tjetër e mos me lon me cuf uni, mos me lon më ngurdh uni, për shkak se kjo është pa dy sy e nuk sheh. I lumi Allah, këtë inspirim ja ka dhon hajvanit, i cili nuk ka logjik, i cili nuk ka intelekt, i cili nuk ka atë që na kemi. Për këtë arsye, ka thonë Allahu dhul xhelal, o ka thonë pasha fikun, e pasha ullirin nuk ka me insan, më i mirë se njeriu në fytyrë tëke nuk kam kriju kur gjë, por kur e lëshon udhën e Zotit, por kur rebelohet prej udhës të Allahut, edhe hajvanoti, edhe shejtani mallkum, i cili bëll është shejtan, e iblis, e është i mallkum, e është i keq, e është i shëmtum, e është i dhënum, e është i keq, e është i zi, e është i tmerrshëm, e është i allahtarshëm, tutet prej atij njerit cili ka lëshu udhën e Zotit. Ja, thot, unë nuk bëj çka bën ti. Ai thot, unë nuk bëj çka bën ti. A e dini o vllazni që me pos guj mocat, e me pos guj lëpt, e me pos hajvanoti, këshë me thonë shëqër që si jena si jo. Qka po bëni jo, na nuk bojna. Edhe është shumë e vërtet, kofsha
nuk e myt fëmin e vet. A e dini nëse ju pyet dikush, cila kafsh e myt vogëlin e vet, veç një lloj kafshë e myt vogëlin e vet. Thiu e han vogëlin e vet se të lind. Për këtë arsye ata shkinat përpara që i kena pos kojshi, shkojshin ja jekshin. E për këtë arsye Allahu dhul xhelal e ka ndalu derën me hongër. Për këtë arsye arsye e dy dietar që kanë zbulu, kanë thonë për shkak se ai që han mishin e thiut bëhet dejuz rrjedh me fjalës arabe e dejuz, që do me thonë ty mbos 5 porë mos me i dhonë nëse gruaja jote e ka edhe një dikën tjetër, ose vojza ose qika hinë del kur del bën çka don. Këta njerëz janë këtë gradë se hojnë mishin e derrit, se derrit nuk i interesën absolutisht për ato dërkucet e vetë, absolutisht hisë interesën. A krejt kofsht e tjera, kënejsi e lëpe, krejt qka ka kriju Allahu i madhnum, se cili e ka Allahu dhul xhelal e ka lon atu një mbikëqyrs prej tyne. Po përzi në një tjetër, në i gjel tjetër, me automatizëm duhet me mbisundu gjelozia e këtina. E njeriu, ku është njeriu në këtë raport? Prandaj, vllazën të dashur, Allahu thot shpesh në Kur'an, runu se keni mu zatet me mu, keni mu taku me mu, qysh kena mu taku me Allahun, o vllazni. Runu thot për asoj dite ku kom ju të bu, kom ju në gjall, kom ju qitë pej tëke tonë, ran, keni me dal nga dal para Allahut. Që kena mi thonë Allahut? Për këtë arsye një djetar thanë, ja molli është i dhimbshëm. Edhe ja vjedhen ati djetarit, më falni dhe shpak, ati djetarit i vëdhen për mollit shumë, i vëdhen. Kur erdhen njerë se molli është i dhimbshëm, Allahu na i mbrovt pasurit, ja Rabbi. Allahu na i mbrovt pronën, ja Rabbi. Përsa është e dhimbshme toka jon, është e dhimbshme pasunia jon, është e dhimbshme irzi jon, është i dhimbshëm morali jon, dhimet. Nuk do duhim me ndodhë të mëkate që po i ndodhin Kosovës, popullit ton, venit ton. Nuk ja kemi pas bërë shahidave ton, është për me kojt me minil, për gjendjen çfarë jemi na, o vllazën të dashur. Edhe filloj me çajt ai dietari. Kur erdhen me ngushëllu misht shokt vllaznit talebet në zonësat xhamati, o tha nuk po kaj pse met pa ta. Po kaj tha që po më dhimet aj. Qëre, qysh po të dhimet aj? Hajni po të dhimet ta? Po më dhimet ta hajni ta se kena mu taku te Allahu aj. E qka ka me bo kusat ke dyje, ka mundësi mu më shef, ka mundësi mos mu zbulu, ka mundësi me metë sekret. Në ditë kiametit ku ka me shku? Në ditë kiametit për kujna ka me më shef? A ka mundësi dykush me mu largu prej Allahut? E kjo tha, unë nuk di, tha, qa kemi me bo kur takohemi në ditë kiametit, e Allahu e boft hajrë. Për këtë arsye vllazni, na do ta kemi edhe një dert, përveç kësaj dynjaje, ta kemi edhe një dert të ahiretit, që kena me bo marë burra në ditën e kiametit. Qysh kena me bo se në atash munu me mashtru një tjetërin, munu me rajt një tjetërin, munu në sy të kënej kongën haradin poshës të kënoqi, të të gëzue, të të livdu, e mba sysh grëpën, sa i mëllë, kejt shpia jote të nëzanat grëpë që ta maraj. Po në ditë kiametit o vllazni, që kena me bo? Qysh kena me abo në ditë kiametit që kena me dalë para Allahut ati kuf shumë falë? Prandaj kemi kujdes, kemi kujdes, xhamati dashur, se kena me dhonë përgjithësi para Allahut. A din kur bëhemi të kënaqur? Kur Allahu është i kënaqur me ne. A din kur bëhet Allahu i kënaqur me ne? Kur ne Allahun e respektojmë, jo me fjalë, jo vetë zemrën e mirë. O, nuk mjafton kjo fjalë, zemrën e mirë, kur punë ti kit pesta, kur punë duke ki kërfare, ti gjithë ditën thuja patriot, gjithë ditën thuja jam shqiptar i mirë, gjithë ditën thuja musliman i mirë, kur veprat e tona, punët e tona, fjalit e tona nuk tregojnë atë që na e thujmi dhe atë që ne deklarujmi. Andaj,
të kthehemi Allahut edhe të kërkojmë falje, edhe ti besatohemi Allahut, të jadhojmë besën Allahut, sepse ai që je besën Allahut, këtë duhet ta mendojmë. A kemi menduar ndonjëherë o vllazën, mi jadhon besën Allahut? A e dini o vllazni se Allahu Dhul Xhelal ju ka gradu, dikonin e ka sprovu, dikonin shneti ka qu, dikujt pasuni ka dhuru, dikonin me fukarallëk e ka sprovu. Mirë po vllazët e dashur, edhe fukareja ka nevojë për pasunikun, por edhe pasuniku ka nevojë për fukaren. Se fukareja që ka nevojë për atë i cili ka punë pak më mirë, këto dyja e din. Mirë po shumica e njerëzve nuk e din se edhe i pasuri ka nevojë për të varfrin. Ka nevojë, sepse a e dini që ka thënë pejgamberi alayhis salam, shërani të smurit të juaj. Me çka ja Rasulullah? Me sadakën e juaj. Me sadakën e juaj është ilaçi më i mirë cili ekziston në fytyrë toke, që arrin me shëru plagën tone, me shëru hidhrimin e Zotit tën me anë sadakës. Prandaj sadak është edhe fjala e mirë, sadak është edhe selami, sadak është edhe merhabaja, sadak është edhe me thonë a mujt, a u lëth, a jeni mirë, Zoti jeni mëdh, Allahu ja u letësoft. Kjo është sadak. Prandaj vëllai dashur, kur ti e çliron dikonin, kur ti ja lecën dikujt, kur ti jep dikujt, kur ti janë gjetë dorën dikujt, pasha Zotin e madhnu më xhamat, dine se Allahu Dhul Xhelal nuk e harron, dine se Allahu Dhul Xhelal ka me çliru e ka me të ndihmu. Përmendat atje në histori bashkohore në Egjipt, qenë ka një pasur shumë i madh. Edhe një ditë prej ditëve pasuni, fabrikat më dho, haj me det, sa i ka që Zoti pasuni. Atë shumë, sa s'ka jenë spia din, po ngritet një ditë, një dhimt, tha këtë, tha, nëm përtej. Dhimt në gjoksin e ti, edhe i bon analizat, e i bon kontrolat, e i bon kontrolimet e mjekët më prestigjioz, të ata spitalet më të larta, jo veç në botën arabe, po për ma djedhe në përëndim, në Lëndër, në kumë tha në Amerikë, të shku se të cili spital, tha aeroplanin e vetë, pasuni shumë të madhe, po kush që i dilë ke tha një lash, veç që shtej ke dhimpja, dhimt, edhe ju thot djem vetë, shuk vetë të këthem një shpitem, du me dekë se nuk bohet, me miliona euro, dollar të hargju, me ngoma si laçi, nuk ka kush që mbjen një laç, du mu këthyn shpe. Ktheja që ashtu me dhimë, tha veç jep që do të qetësus, kush që anal ke dhimë dhe në pi gjukë, se nuk ka, s'ka. Absolutisht, pejs lartë i tha, ish dalë, tha në atë suitën e ti, tha peshe, tha një plak me të lypë, ish dalë me lypë. Edhe pejs lartë i peshikën, kur pe këshyrë, tha hyni një dyqan, tha ishkon një dyqan, sa që shetë ke mesh. Traket në derë, ata i thanë nuk kena. Aja fillon me qaj, thët i kam 6 jetima vajza. Thët djalim ka vdek, non atyne ka dal, vetëm unë thët ju met me ata jetima, me muj nuk kanë hongër, thët mish, a ka mundësi, thët dyqangjijut mishtërës, thët pak të një ashtë, le të alëshon në pak lëngë, në qërë që ta njën erën e mishit. Kokë që e loj rast edhe të na. Prandaj, i ngiti, natë ngiti, nuk ja besojmi të tëndve, ata që e në undë. Allahu na faltë. Atër kypes larti, për thret, po dhe qka ka i nëmë, i loke, kanë rastet njerëzit, kanë mërzina, kanë sprovat ndryshme. Pi të reganë kështu 6 jetima, në mesa, kush nuk ka mu kujdes për neve, me mujnë, një copë mish nuk e kanë marë, e luta këtë dyqangjijun, ma dha një ashtë, e u mërzita, e zdi që do të bëj. Të nesërmen, pa, ishte natë e bajramit, të nesërmen bajram, nuk di që do t'i gëzaj, tha, fëm ka të gëtat e mija, nuk di ta që do t'i gëzaj të bijat e mija. Atër, a i thot, gjdo javë, e bën kontratën, vjen merë mish, të mishagjia, thot, unë e paguj. Edhe ajo halla, ajo lukja, ngrit durët, o Allah, qysh më qlirove mu, qlirove dhe këta, tetin,
Tha nuk po të një as nuk po të di. Ja Rabbi, tha vallahi, tha si e ka po këtë dua, tha me automatizëm, tha dhim, tha mu ka largu, ai ngusht lloku në zemër, tha që e kum pos, mu ka largu. E tha shumë mirë, as nuk mund alke fryma, flejsha mirë, unë ngrit shamir, mirë, djem, qubre bob, shko bëni analizat, ngritu bre bob, qubre, po jo bre shumë mirë jam, ma mu shën menën, kur shkum, tha, për këqyr pacienti, tha, ati tha je qaja, që e kom para një muje, tha po, mare, tha ti tha je ma ishtë një se une, sen dyje, tha nuk ki, tha, duoja soj luke, e cila o konë në zërë, po i kom dhonë buk, edhe bajromin ja kom gëzu, në sotër, jetimit, ka ndiku, që Allahu këtë dhimt më më largu. Prandaj vllazën bota ato ecën kaos. Amani ju koft, mos e humbni kiblen e juaj, mos e humbni identitetin e juaj, mos e humbni dashurinë për islamin e juaj, për kombin e juaj, për vatanin e juaj, mos e humbni adresën dhe rrugën tuaj, mos e humbni. Juve Allahu ju ka thujt besimtar, juve Allahu ju ka zgjedh të jetoni në këto vende, por jetoni me dignitet, por jetoni me bereqet, por jetoni me halal, mos u kënaqni me haram, se nuk keni mundësi, veç keni mu lodh, edhe mos lakmani në haram, por lakmani në punë të halalit edhe në punë të farzit, edhe nëse ty Allahu të ka gradu me diçka që tjetri nuk e ka, shfrytëzo atë mundësi që me arriti kënaqësinë e Allahu ty me të çliru kur ti je mas ngushti, por nëse jo ti është fëmia yt, por nëse jo fëmia yt është dikush i cili ka nevojë për ndihmën e Allahut, ati kof shumë fal. Në është unë pak e zgjata, për pata që këto fjali dhe këto porosi e cila java po është e ngarkume, shpesher po jemi të etiketum, të akuzum, të shantazhum, po mundohen njerëzit me na largu nga rruga e Allahut, por leta din sa ai i cili e dënë Allahun me zemër, ai i cili e dënë Allahun me shpirt, ai i cili e dënë Allahun me mendjen e kthjellët, jam i bindur se çdo etiketim edhe çdo shantazhim ati do t'i shndrohet në energji pozitive për të adhuru Allahun dhe për të përfundu misionin e ti në tokë si besimtar i Allahut, si kurse tha Allahu Dhul Gjelal për Ibrahimin, e ka përmen me emën Ibrahimi, djali i ti Ismaili, djali i ti Ishaku, edhe djali edhe nipi i ti Jakubi, kur dashtën me vdek, për këta burra i ftun djemt të tyne edhe ju thanë, baba ju i tha po do me dek, amani ju koft, tha, mos vdisni ndryshe përveç se musliman, mos vdisni ndryshe përveç se besimtar të Allahut, se kjo juve jo garanton xhenetet e ti. Allahu na mundsof për popullin ton, për miletin ton, Allahu na shpërbleft shuhedat e ton, Allahu na i qof në xhenet dëshmorët e ton, ja Rabbi jetimat e tyne, Allahu për kujdes, ja Rabbi vetëm prej te ndihmë dhe lutje, ja Rabbi gjithë ky gjak në botë që po derdhet, ja Rabbi ndale me rahmetin ton, ndale me mëshirën tonë, me dhëmshurinë tonë, me ndihmën tonë, e cila nuk nje kufi, ja Rabbi gjakrat e tërbuar, shpirtat e trazuar, mendjet e trubulluara, ja Rabbi qëtësaj zemrat tona, zgjeroj shpirtat tonë, kthjelloj mendjet tona, afronaj zemrat tona, udhëzana, mundësana, jetësana, jetën me din dhe me iman me kalu, ja Rabbel Alemin, të lutemi edhe kërkojmi falje, ja Rabbi në emrin e popullit, në emrin e miletit, kërkojmi falje për atë mëkat, i cili ndodhin qytetin ton, i cili ai mëkat, me ra një pika ti mëkati, në detin, çdo det që ke kriju ti, ja Rabbi, kish me u përly, dhe kishte me u ndot, dhe kishte me u ndryshu, ma dje, edhe qiuarit e ati detit, sepse mëkat nuk ka më e madh se njeriu e pafajshëm me myt, e sidomos me myt nana fëmin e vet, e udhu billah të voglin e vet, e udhu billah dhe me hedhën në berlog edhe në kontanjet,
Nuk di o vëllazni çysh ka mundësi njeriu me përjetu këtë. Nuk di çysh ka mundësi njeriu. Për këtë arsye kjo le të jetë vërejtje serioze për çdo mëkatar, për çdo zinaçar, për çdo njeri i cili e provokon dënimin e Allahut dhe hidhrimin e Allahut, le të bën një pyetje vetvetit, atë kish me dëshiru të jetë ai apo antari familjes, apo i veti ti, apo mesa e ti, apo stërmbesa e vet, apo nipi apo stërnipi i ti. Nesër me ndodh që në lostë tua më të regjistru se dikush për familjes tone tu ka regjistru me këtë mëkat, edhe ki me dal ti kur dilsh, ti menon që kejtë miri ki pas veti, por kur dilsh edhe e shet që në historinë e losëve tua tu ka regjistru dikush me këtë mëkat, pasha Allahin, qysh kishe me ndi, llogarit e mbylli syt, edhe kur dilsh para Allahut dhul Gjelal, edhe para me ndo vetën tënde kur dilsh para Allahut, e të regjistrohet kjo në lost e tonë. Allahu na falt, ja Rabbi. Allahu na udhëzoft, ja Rabbi, la tuakhidhna bima fa'ala sufaha'u minna. Allahumma la tuakhidhna bima fa'ala sufaha'u minna. Allahumma la tuakhidhna bima fa'ala sufaha'una. O Allah, mos na dëno, edhe mos jek dorë prej nesh se ata mendit letit dhe mëkatarët e popullit tonë provokojnë dënimin tonë dhe hidhrimin tonë, ja Rabbil Alamin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين إلى يوم الدين. نكوه Në Hazreti Omerit radiallahu ta'ala u dridh toka. Atë shumë u dridh toka se u trënditën populli. Doli Hazreti Omeri të bëj popullin edhe ju tha, veç edhe një herë dridhet toka, unë tha nuk rri me juve. Unë tha nuk rri me ju. Thanë sahabt, o emirul mu'minin, o prisi muslimanve, po çfaj kemi na pse dridhet toka? Tha edhe një herë dridhet toka. I jep isharet toka që mbi shpinën e saj po bëhet mëkat. Po bëhet mëkat, nuk e durën. Toka këtë mëkat që është dikush duke e bë. Prandaj Allahu prapë ka rahmetin e vet, e mlan, por nuk shkon gjithë të mlu. Një ditë ka me eksplodu, një ditë ka me turbullu, një ditë ka me dal. Ai bërlëg se nuk e pranon toka, madje as bërlëgu nuk e pranon. Se Allahu e ka kriju tokën e pastër. Nuk i pranon përveç se më kon njerëzit e pastër. Allahu na pastroft, Allahu na udhëzoft, rinin ton moral, treja tona, ja Rabbi në moral, ja Rabbi paisi me moral, edhe zbukuroj me devotshmëri se nuk ka tesh më e mirë që i rën insanit se sa tesha apo rroba e devotshmërisë. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi